Muri I madh I Kinës nuk u ndërtua si zbukurim dhe as nuk ishte për qëllim të ishte një spektakël. Ai nuk u ndërtua për udhëtar, për kartolina apo për pamje nga lart. Ai lindi nga një ndjenjë vetme, frika. Para kësaj vije guri dhe dheu ngrihet një pyetje që nuk mund të shmanget. Çfarë shtyn një shtet të shtrinjë një barrierë për mijëra kilometra? Sa jetë njerëzore janë të pranueshme për të flijuar në emër të sigurisë? A mund të ndalë vërtet një mur, një pushtim, apo ai vetëm sa grumbullon dhimbje dhe ankth, duke u kthyer në një plag mbi trupin e tokës? Ne e quajmë Muri I Madh I Kinës, por vetë ky emër është shumë sipërfaqësor. Ai nuk flet për duart që ngritën gurët, nuk I mban mend trupat që nuk u kthyen kurrë në shtëpi, nuk ruan netët që ngrinin deri në palc, zjarret, bastisjet, sundimtarët që kishin frikë nga errësira dhe kërcënimet e fshehura përtej horizontit. Para se të bëjë një atraksion turistik, para kamerave dhe tureve të organizuara, ky mur ishte një kufi mes dy botëve. Në njërin anë ishin fushat, qytetet, rrugët dhe fshatrat ku jeta kishte një ritëm të njohur. Në anën tjetër fillonte boshllëku, stepa të pafundme, kalorës të shpejtë si stuhia, njerëz që mund të shfaqeshin nga hiçi dhe të zhdukeshin po aq shpejt, duke lënë pas vete vetëm tym, hi dhe frikë. Për shekuj me radhë, Kina veriore përballej vazhdimisht me të njëjtin kërcënim. Bastisje të papritura, zjarr në fshatra, furnizime të vjedhura, ara të shkenura. Perandorët zvendësonin njëri tjetrin, dinasti të rrëzoheshin dhe ngriheshin sërish, por tmerri I pritjes, momenti kur një det heshtash dhe kuajsh do të shfaqej nga askundi, mbetej I njëjtë si një makth obsesiv që nuk mund të fshihej. Në fillim, përgjigja nuk ishte një mur I vetëm, ishin shumë, vija të shkurtra, ledhe prej dheu, fortesa të izoluara, rrëthime druri të ndërtuara me nxitim dhe të shkatruara po aq shpejt. Çdo brez shtonte fragmentin e vet. Çdo sundimtar besonte se përpjekja e tij do të ishte përfundimtare, por askush nuk arriti fitoren e plot. Pastaj vjen një moment kur frika shndrohet në plan. Një njeri vjen në pushtet, I fiksuar pas idesë së bashkimit të gjithë shkaje, ligjeve, rrugëve, matjeve dhe madje edhe mureve. Perandori që historia do ta mbajë mend si sundimtarin e parë të Kinës së Bashkuar, sheh nga veriu dhe nuk sheh barbar, por dobësi, një kufi të copëzuar, plot boshllëqe, dhe ai vendos që këto boshllëqe duhet të zhduken. Në atë çast, muri pushon së qeni një grumbull fortifikimesh të shkëputura dhe fillon të shndrohet në një organizëm të vetëm, në një vijë që do të kalojë male, shkretëtira, lumenj dhe lugina, jo më segmente të ndara, por një trup I vetëm prej dheu, guri, tullashe dhe kullashe, një gjarpër, lindja e të cilit do të kërkoj flijimin e një numri të panumërt njerëzish. Skuadrat e para të punës ngrihen mbi kreshta ku më parë nuk kishte asgjë, as rrugë, as vend banime, vetëm shkëmbinj, të ftoft dimri dhe vap vere. Urdhri nuk le vend për dyshim. Këtu muri duhet të qëndrojë. Këtu do të kalojnë ushtarët, do të ndizen sinjalet e zjarrit, do të transmetohen mesazhe urgjente. Aty ku sot ka boshllëk, dikush duhet të rrezikojë jetën për ta mbushur. Fshatar që nuk kishin dalë kurrë nga fshatrat e tyre, ushtar, zejtar, të burgosur të mbledhur nga të gjitha anët, shtyhen drejt veriut si një dallgë njerëzore. Askush nuk e di se do të shohë sërish shtëpinë. Shumë prej tyre nuk do ta shohin kurrë. Për ata që janë në pushtet, muri nuk është thjesht një fortifikim, ai është një deklaratë, një mënyrë për t'i treguar botës dhe vetë popullit se kufiri I perandorisë është I pathyeshëm, se shteti mund të përkulet, por nuk do të thyhet. Ata nuk mund ta imagjinojnë se shekuj më vonë miliona njerëz do të ecin mbi këto gur, duke buzëqeshur, duke bërë foto dhe video, duke treguar këtë histori lehtë, pa e ditur se nën çdo hap fshihet një emër që nuk u regjistrua kurrë. Ktu fillon rruga e rrëfimit, jo me një kartolinë në perëndim të diellit, por me një pyetje të drejtë për drejtë dhe të pakëndshme. Me çfarë çmimi blihet siguria një perandorie? Ndërtimi I murit të madh fillon mbi kreshtat e maleve ku më parë kishte vetëm shkëmbinj, zbrazdi dhe gremina. Nuk ka makina, nuk ka vinça, nuk ka rrugë. Bloqet e gurit tërhiqen me duar, zvarriten nëpër shpate, ngrihen në shporta mbi shupër. Njerëzit rreshtinen në zinxhir, duke ja kaluar ngarkesën njëri tjetrit, si një mekanizëm I gjallë. Ata që bien, ngrihen dhe vazhdojnë. Ndaluarit do të thotë zvendësim dhe harresa. Gjatë ditës, ndërtimi mbushet me zhurmë, goditje guri, urdhra, frymarrje të rëndë dhe hapa të rëndë. Natën, gjithçka mbështillet nga heshtja, e thyer vetëm nga kërcitja e zjarrit. Dikush mendon për familje në jug,
dikush tjetër mban syt nga fushat veriore, duke pritur shfaqjen e kalorzve. Forca punojnëse vjen nga kudo, fshatar të mobilizuar, të dënuar, ushtar, zejtar. Zyrtarisht, qëllimi është një, mbrojtja e shtetit. Por roli i vërtet i murit është më i gjerë. Ai nuk mbron vetëm nga armiqtë e jashtëm, ai kontrollon hapësirën e brendshme, kalimet, tregtinë, lëvizjen e njerëzve. Është një kujtesë e përhershme e fuqisë së tronit. Nëse perandori mund të nënshtrojë malet, ai mund të nënshtrojë edhe njerëzit. Më shpesh rrihet muri, aq më e dukshme bëhet dobësia e tij. Ai mund të jetë lartë e gjatë, por kur nuk do të jetë më i lartë se frika e atyre që konceptuan. Bastisjet nuk zhduken për shkak të pranisë së gurit, pushtuesit gjejnë pika të dobta, përdorin dimrin, korruptojnë komandant, kalojnë lumenj të ngrirë. Muri ndalon, vështirëson, paralajmëron, por nuk bëhet kurrë një mbulesë absolute. Përgjatë tij ngrihen kulla vrojtimi, të vendosura në distanca të barabarta, secila është një botë me vete. Brenda jetojnë ushtarë që kalojnë vite larg gjithçkaje të njohur. Flen mbi shtreta të forta, han ushqim të thjesht, përballen me të ftohtin dhe vetmin. Detyra e tyre është të vrojtojnë qiellin për të kuptuar motin, stepën për të dalluar pluhurin nga thundrat, tymin për të kuptuar sinjalet nga kullat fqinje. Muri nuk është thjesht gur, por edhe një sistem komunikimi. Në pikat kyçe, oxhaqet dhe karburanti janë gjithmonë gati. Një zjarr do të thotë vëzhgim, 2 kërcënim, 3 rrezik serioz. Brenda pak minutash, mesazhi udhton gjithë dhjetra e qindra kilometra, më shpejt se çdo kal. Një vij dritën e errësirë lidh malet e luginat, duke i dhënë perandorisë kohë për të reaguar. Sheku i kalojnë, dinastit ndryshojnë, disa pjesë braktisen dhe bien në runoja, disa tjera forcohen dhe rindërtohen. Çdo epok shton shtresën e vet, kulla të reja, materiale të reja, rrugë të reja. Vjen një kohë paradoksale kur vendi sundohet nga pasardhësit e atyre nomadëve, nga të cilët muri duhej të mbronte, dhe tani ai ruan pushtetin e tyre. Më vonë, dinastitë reja rikthejnë kontrollin dhe transformojnë murin. Shfaqen tulla të pjekura, sisteme kullimi, shkallë të brendshme, pozicione zjarri për armë me barut. Disa segmente kthehen në korridore të fortifikuara, duke ndjekur linjat e maleve, sikur të ishin vazhdimi set pejsazhit. Muri ngrihet dhe bie, zhduket në mjegull dhe shfaqet sërish. Në këmbët e tij jetojnë fshatar, lulëzojnë tregjet, rriten fshatra. Basti shtrihet horizonti i stepave. Për njerëzit e zonave kufitare, muri është njëkohësisht mbrojtje, punë e rëndë dhe pasiguri. Është një kufir përtej të cilit ekziston një botë tjetër, e rrezikshme, por e domosdoshme për tregti. Me kalimin e kohës, lind një besim, gjallë edhe sot. Muri është ndërtuar mbi kockat e atyre që e ndërtuan. Nuk është një e vërtet fjalë për fjalë, por është një pasqyrim i saktë i kostos. Për shumë njerëz, çmimi u pagua me jetën e tyre. Sot ata që ecin mbi të rrallëherë mendojnë për këtë, por çdo gur mban gjurmën e përpjekjeve, urdhrave, frikës, vendimeve dhe fateve të thyera. Për shekuj muri i madh i Kinës ishte kryesisht një vijë pune dhe lufte. Pastaj u kthye në simbol. Udhëtarët, studiuesit, kamerat e filmat e shndruan në legjendë, dhe me legjendën erdhi miti se është i vetmi objekt i ndërtuar nga njeriu që shihet nga hapësira me sy të lirë. Tingëllon bukur, por nuk është e vërtet. Nga orbita, muri është i hollë dhe bashkohet me peizazhin. Ai nuk shkëlqen si një vijë mbi kontinent. Forca e tij nuk është në hapësirë. Forca e tij është këtu, në tokë. Sot disa pjesë janë të mbushura me turistë, gida, nxënës, çifte që ngjitin shkallët e pjerta për një fotografi. Në disa vende tjera, muri ka zhdukur prodvit, gur të shpërndar, kulla gjysmë të rënuara, bar që ka përpir gjithçka. Për ata që e ndërtuan, kishte vetëm urdhra, të ftohtë, frikë dhe punë shtëruese. Për ne, mbetet pyetja, si ishte e mundur gjithë kjo? Muri i madh i Kinës nuk i ndaloi të gjitha luftrat dhe nuk i parandaloi të gjitha pushtimet, por ai mbijetoi perandorëve, ushtrive dhe popujve që supozohej të kishin frikë. Dhe nëse një ditë e shihni me sytë tuaj, bëni një gjë të thjeshtë, ndaluni, lëreni telefonin me njan, shikoni lart. Kjo vijë që zhduket me skodrave është shuma e frikrave, ambicjeve, flijimeve dhe punës së miliona njerëzve, emra të cilëve historia nuk i njohu kurrë. Të dashur shikues, çfarë mendimi keni për këtë histori? Ju lutem, ndani mendimin tuaj në komente. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like dhe abonohuni në kanalin ton. Mirupafshim.